Janar Brajdari në fillim të këtij sezoni nuk e di pse Ledion, po ky më duket Big Brother i vajzave. Mire tha, po kujt ja tha? Kujt ja tha? Këtyre me lojën e rënd. U duk sikur, nuk e di, dikujt i tha, Selin bët një batut që pati një moment që qeshje, ndërkohë që shikoj e klipin. Jo, po shikoja që po gatunën aty. Edhe do të gimbo me më kapi perin dhe unë që kanë të Po ndërkohë, Livia, kur shikon të klipin, ishte tërkohë se buzqeshur Livia. Interesant. Livia? E buzqeshur, ka mund qeshe. Po folët ju një 3 orë tu nuk ju ndërpreju njëri. Kështu që kini pa kulturë edhe në tregojeni. A shefti me mjozo. Një sekund, se ja dhash fjallën Livias. Livia. Forla tjo, Livia, Ledion, unë nuk kam marrë dhe nuk kam ofendu as një të parën. Ka qenë Seline e që më ka thënë Dele, më ka thënë Rogert, më ka thënë zditë si oratore, nuk kuptoj, e ke babin jashtë, ke këtë, ke atë. Pastaj kjo Greta i ka marrë koka erë, nuk e di se qa thot tani nuk thot, pastaj ka qenë vetëm të ofendoj, preki kush je ti se nuk njof, qa filmi ke boti, qa profesioni ke ti, si ke arti deri tu, dhe më merë me jetën personale. Ti nëse do të bësh debat me mua, ka pun loj. Mos u kap me jetën time qa kam bo, unë qa profesioni kam unë, si kam ardhur deri tu, dhe duke vën epitete kafshësh. Nëse ti më ofendon, pritet të ta kthej në të njëjtën mënyrë. Të më thënë mua rrugaçe, të më thënë mua kjo halabake, tani edhe unë nuk është se s'kam pas buk në shtëpi, më kanë sjellë këtu më ongër buk. Në moment që më ofendoj, edhe unë do të ofendoj. Do të çoj në tapiz, do të çoj këtu, do të çoj atje. Tani nëse më ofendon dhe unë do të ofendoj. Dhe për këtë e kam thënë, në moment që do të bësh debat me mua, unë e kam lojën e rënd. Ledion, unë nuk më pëlqej klipi që e parë, se jemi vajza dhe du të me pas pak ma shumë, dhe me thonë, me kom pak ma mirë me njëra tjetërën, jo mu sil kaq ashpër, por që i kuptoj se cila i ka, dhe me thonë, ato arsyet e veta, kështu që i kuptoj, unë e kam pas thjesht një, dhe me thonë, një zënk me Livian, se unë menoj që Livia normalisht e ka mbështetjen e Rogertit edhe mirit, kështu që i duket vetja që çdo fjalë që e thot sakt, edhe ata çdo fjalë që thot Livia thënë, "Oh, bravo." Absolutisht unë kam bërë çka kam dashur. Nuk jam u dhënshur nga dikush. Unë kam bërë ti ke arte. Mendoj që Livia është një gotë, vesh një sekond, mendoj që Livia është një gotë shumë e zgjuar, por nuk më pëlqen kur, domethënë, e kallxon, i thot mendimet e veta me agresivitet. Mund të më thon pak ma qetë, edhe sepse ti vjen edhe me negative. Ti s'ka ardhë në një bësh mua vetë me mu. Herë që erdhe te krevati, erdha dhe bisedova si njëri. Herë që bëra bisedë me ty. Mund të flasësh tash ka dalë, thash mund të më fol ka dalë, mund të më fol qetë. Jo, ti je ditën e dytë që e fut mrena, domethënë ti je fut me herë me akuzë dhe me një fjalor shumë skeç me mua. Unë nuk ta kam kthyr siç ma ke kthyr ti mua. Edhe nuk ta kam thënë ai fjalë normalisht as unë nuk jam. Veç një sekond, unë nuk jam tabel qiti që ti mu me më ofendu dhe me lejtë kështë me thonë faleminderit Livia. Edhe unë ta kam thënë ai fjallë, po që unë nuk kam rënë ato fjallë tultat që ti mi ke thonë mu, po e kemi sqaruar gjë, po unë mendoj që ti ke për krajën e mirë, dhe Rogeti dhe prandaj duket vetja si që je. Se edhe ti ke, o Breken, duhet kuptosh që s'ka marrë dhun kur ke ti, ke ardhë ti gjithmonë ku kam qenë unë. Edhe në moment që ti vjen aty ku jam unë, edhe flet, edhe bën provokime, edhe unë do të bëj provokim ty. Që ti ke pas afër dhe ti gjithmonë ke ndërhyr me thoni llap skeç për mua. Ora jam aty në moment që jam rregull, po ti ke ndërhyr për me sulmu mua, nuk është se ka ndërhyr unë ty personalisht. Dhe ke fol ti me mua dhe më ke thënë bën çfarë ty personalisht me ofendime. Unë nuk bëj çfarë ti ke ndërhyr gjithmonë për ta thënë një ofendim për mua, po në rregull nuk ka problem. Nuk mundem i pëlqy gjithë. Jeshtë mos jep shumë goje se për të vinë për të të anto për gjatë kjo? Shumë për jep goje për këtë edhe unë thash ta kam thona i fjallë po ofendime si që ke bati mu unë s'ka bati ti tjetër hishesh edhe tjetër bën edhe pasaj kur vje prajmi ke shef Juela Ledion, atëherë mu nuk më vjen fare mirë kur shoh veten time ta caru me natë pikë. Në qëfë se s'vjen mirë nuk duhet qeshë. Atëherë, Ledion, përveç se acaruar po dhe edhe e ke shpëtuar disim. Gjithmonë buzëqeshja atëherë, në qëfë se diçka në jetën time më ka shpëtu, ka qenë gjithmonë buzëqeshja ime.
Atëherë, në radhë të parë, përgjigju ku është? Dua të sqaroj Arbër në qoftë se kam pak minuta. O Greta, një sekond. Në qoftë se unë jam acaruda eskalunat lloj forme, është sepse më shpërmend historia ime, sigurisht e vetmja gjë që unë kam treguar këtu. Në radhë të parë kur kam vendosur të tregoj një pjesë të historisë. Po nuk të është përmendur ajo, pra këtë po them, ishte më shumë e keq kuptuar se sa. Është përmendur nga Shëndriti dhe Greta. Greta dhe Selin. Greta dhe Selin kanë shpall një Shëndriti tha që mbase reagimin që ke me Gretën e ke për shkak të mos përmbushjes tënde personale. Që nuk ka të bëj fare Ledion, unë kam marrë këtu me një dignitet. Kuptoj që nuk ka të bëj, po ti atë frazën e more sikur ai të përmendi historinë tënde personale. Ma ka përmendur, ke arë këtu dhe bën si viktim nga historia jote dhe nuk ka dalur në klip. E ka thënë ke darka dhe personale. Ti atë me veshim, ai e për veten e vet. Por, Ledion, Selin dhe Greta nuk po fuz dhe Brikenën, se me Brikenën kam një qasje tjetër, por Selin dhe Greta bën luftën e Selin. Selin ka paktën një javë që ka një qasje tepër agresive, ofenduse, shkak pasoj me mu. Pra, në momentin që unë gjendëm në këto lloj, do me thënë momentës se caktume, unë duhet ta mbroj vetën time dhe dal edhe unë agresive, e acarume, dhe detyrohesh do me thënë realisht të përgjigjesh në mënyrë nga njëherë edhe kam ofendu, po nuk kam ofendu, jo të dur, pa tjetër, po nuk kam ofendu kurre para. Do me thënë, Selin përdor çdo lloj fjalë, antimorali, pa vlerë, ti s'ke identitet, nuk ke karakter, nuk ke argument. Greta më ka thënë ti ke një karrierë të dështuar kur unë kam marrë këtu, edhe fal punës e respektit, edhe krejt karrierës time. Pra unë kam marrë këtu të punoj për karrierën time dhe një vajzë e re, unë nuk i pres nga fjalë të tilla nga vajzat që duan të përcjellin vetëm vlera familjare, vajzat të larta, vajzat që mbështesin vajzat. Ku i kanë këto vlera? Nuk i tregojnë në asnjë lloj momenti. Dhe ju, Selin, je tepër ofenduese. Greta tepër ofenduese. Greta ka dy herë duke më shtyr. Ti mbështet vajzat. Unë i mbështet Monika. Nga ky klip nuk duket që po i mbështet vajzat, por kundrazi. Unë ju shoh aty në një luftë të pa epur kundër vajzave, vajzat kundër vajzave. Në vend që të jeni aleate me njëra tjetrën, jeni faktikisht jeni vetëm 5 njerë. Jeni kthyer në kundërshtare të pa lloj, pa lloj, pas një lloj norme ndaj njëra tjetrës. Dhe imazhi dhe ajo çfarë na jepni ne na tregoni që ju jeni gati të shqyeni njëra tjetrën dhe të gjithë me ishkujt në atë shtëpi qeshin pastaj me ju dhe vazhdojnë ecin përpara me brull revolucionar. Monika, a të duket sikur burrat e shtëpisë kanë instrumentalizuar vajzat? Patjetër. Mjafton një fjalë hedh një burr dhe ato hidhen të pesta kundër si është puna ati një burra edhe një burr. Jo, Monika, më dëgjoj një sekond. Monika, Maraushga, një sekond, me radh, Monika. Ju prap nuk e kuptoni. Unë po ju them, aty një llaf tha Shëndriti Juelës, Juela filloi humor me Gretën. A kuptoni? Jo, Greta ka ardhe para. Mi pra, po kështu pra Greta duke përmend, po kështu pra kështu po të kap ty të tregoj sa burra është. Po se të kap ty. Po, kush është Greta të më thon mua këtë fjalë? Kush është fjala? O Juela. Ti që e shoqja ti. O Juela, më fali sekond. Kush ishte fjala? Rogerti. E kupton? Ajo e përdor. Shëndriti, Rogerti. Miri. Ma kupton çfarë? Kush është problemi juaj? Problemi lufta e meshkujve për ato. Jo. Tani se po flasim për vajzat, me Gimbo mos u merrni, është më pozitivi në atë shkollë. Kështu që i bini qaf kot. Hiç më pozitivi. Tani, po më pozitivi është se as sha njeri, as sha njeri, as nuk vjen. Jo, ka filluar dhe Gimbo me Mirin sot, po lëre tash. As po ka filluar se për vëmendje nga meshkuj. Është infektuar dhe Gimbo, është infektuar. Juela aman ta mbaroj se edhe Ledioni me zë smur u smum dhe ne tash nga ju. Ore ti, mos më justifiko mua, unë jam mirë e bukur. Çketi mund të deri në 5 mëngjesit këtu. Masi hëngër mjaltin me shafran. Jo, më se ku e kam, unë pyeta. Ju lutem shumë, ta mbaroj mendimin tim pastaj bëni çfarë doni kapuni për flokësh. Jepi. Jo. Po prandaj pra ta mbaroj mendimin. Jo, e di pse se janë me extension shumica edhe nuk është se. Kështu që edhe kjo. Jepi.
Unë dy gjëra dua të them të shkurt. Ngjajmë shumë tuar ne gratë dhe vajzat kur zihemi me njëra tjetrën. Aleatca jonë më e madhe dhe më e fortë është kur jemi të gjitha bashkë. Unë uroj, ruani njëri tjetrën, mbrojeni njëri tjetrin dhe gëzojeni njëri tjetrën. Janë 5 vajza, duken si 500 vajza. Po. Unë e kam thënë dhe herë të tjera. Nga që janë shumë bukura. E keqja më e madhe, e grave janë gratë. Kota në kohën për burrat. E do me thënë, të ngelen 5 Hajde përse burrat të ngjilli buluar, edhin aty, dhe edhe gratë e shkreta me pasion si gjithmonë. Më fal, pasioni ka marrë qaf gratë. Je duke marrë parasysh ato goca që kanë dëshirë të vetofrohen në lojën e atyre djemve. Po. Dakord, po. Ja kanë shkuar me dëshirë. Po mos haro që një grua apo një vajzë atë që thot e ndjen. Ndërsa një mashkull bën lojën. Po leta shohim më hapur. Ke 5 goca. Juve pushoni se kemi marruar një sekond. Ne të dy këtu Ke 5 goca, po? Ke 5 goca që janë të gatshme t'i hedhin tritol njëra tjetrës. Po se i nxisi burrat pra. Ti hedh tritolin tha. Po. Çfarë them unë? Po pritë mora vesh që në tapiz u shiska tritoli si sa çumçakëzi, pra lir fare. Shoku po shquhet ajo zona. Kështu që nëse edhe pak më përpara, prandaj e thash unë jemi në Big Brother, jo në Godfather. S'ka Ishte një shaka, po shaka më patjetër shaka, se ne nuk e marrim seriozisht atë. Ishte shaka që në momentin që ti Ka një xhelozi. Ka një xhelozi nga vajzat. Ka. Për shembull, shpesh herë mund të duket që Selin dhe Greta rrallë herë futet e del dhe Brikena, ka një lloj snobimi për Livian, për Juelën. Domethënë, sikur nuk i quajnë kategori të njëjta. Po, e thatë edhe me rrëfimit, pra, që nuk e kuptoj, nuk kupton, pra, nuk e reputon... Juelën, pra, Juelën, po. Se nga që s'ta për Livia. Aman se për atë tjetrën qas ke thënë, edhe në fytyrë tasë. Juelën e ke kursyer. Nuk flas para. Me gjitha të, shiko, një gjë që ndodh, do me thënë, okej, se me thënë drejtën tani, unë nuk jam me Monikën, unë i kam qef gocat kur grinden më zë të larta shumë e njëra tjetrën. Po, një duar trokitje singulare nga Rogerti, qosh pas kam bërë, sot. Jo, po, ajo gjëja, se shiko, njeriu i ka të gjitha ngjyrat, dhe juve i keni të gjitha ngjyrat dhe të gjitha mundësit aty. Pra, është një gjë kur Juela, më fal, Livia është tek ai vendi ku pini kafen aty, edhe Selin është më larg edhe bërtisni me njëra tjetrën. Po, Olivia, kur të vjen Selin në fytyrë, ullet zërin një motor edhe fol qarë ke për t'i thënë me zë të ullët. Pa ndo një arsuetim të lojt nuk e ullun zërin kur do ti, se është bukur, pa jo për gjë. Me atë rast, ne lexojmë edhe regjistrin tënd të poshtëm, edhe regjistrin tënd soprano. Pra jo vetëm atë auiu, po dhe këtë pak më të ngrohtë, ta Selin. Atëherë, Ledion. Kur ka ardhur Livia në shpellë, ne kemi patur disa diskutime pa ardhur Mirin në shpellë, para Mirit. Dhe jam munduar, o zot, Miri, po flasim për vajza. Dhe di që ke qef të fusësh mundët e vajza, njohë si Miri femrave. Ma ke thënë ajer të. Njohë si Miri i vajzave. Se po ma të fu tani. Po flas për Livia, do flas dhe për ty ja një sekond. Edhe Ledion, kur ka ardhur, sinqerisht në një lojë që po bënim mes njëri tjetrit, i thash që Livia, unë si Selin të sugjeroj që okej, kuptoj këtë drejtësinë tënde për të thyer përgjigje, po ndonjëherë mund, nga që jemi në Big Brother, mund edhe të luash situatën. Dhe Livia, po në atë lojë më ka thënë që unë e ndjej me Selinin që o do jemi shoqe shumë të mira ose armike shumë të forta. Me të dalur në shtëpi, Livia jo që nuk mua afrua më, po u direkt pozicionua me pjesën tjetër që nuk rrini me mua dhe mbajti qëndrimet e saj. E dyta. Një sekondë, Olivia ta mbaroj. Livia ka 11 ditë të brënda dhe Livia me mua akoma debaton me situatat që ka parë nga televizori të shtëpia vet, sepse akoma nuk ka krijuar një situatë për thonë që unë do merrem me ty për këto 11 ditë. Livia po merret për 50 ditët më përpara. Unë do përgjigjem për lojën. Olivia po më le ta mbaroj se unë nuk të ndërpreva, mbylla gojën me dorë. Jo, e mbylla. Sa për pjesën e ofendimeve. Unë kurrë nuk i kam thënë Livias nuk e oratore, i kam thënë artikuloses të kuptoj. Oratori nuk ja.
Oratorin se kam përmend kur. I kam thënë Arkulo. Sa për pjesën i kam thënë Rogerti do të çojë njërën në Milano, tjetrën në tapiz, vetën në finale. Ska do të çojë Rogerti, të lutem ta mbaroj fjalën, të lutem. Sa për pjesën e Juelës, kur nuk e kam thënë që ti je dashoria e Rogertit, por kam thënë që nuk e ke vendosur vetes tënde identitetin që të meriton, sepse kur të thanë në Prime unë jam Rogerta, unë kam qenë shoqe për kokë me mirin dhe kam thënë jo unë s'jam me mirin. Po, e drejt, dhe nuk pati reagim nga ana e Juelës. Nuk pati në mënyrë absolute. Nice se, shiko, tani për hir të vërtetës Juela Rogerti, këtë punën e dashnores e keni nisur vetë që faleminderit sepse unë gojë s'ka dal kurrë. Do përmendet. Ti nuk ke mbajtur kur pozicionin. Shiko, Greta, tani duhet merrem pak me Gretën se Ti je përfituesja numër 1. Dgjoj, shqyr zotit që nga 5 gotët aty, shqyr zotit që është Greta, seriozisht, sepse sa herë edhe në momentet më nervoze dhe kritike të saja, nuk e di pse kthehet situata për të qeshur. Shojmë.